Të nderuar përfaqësues të mediave, të dashur qytetar. Para 4 viteve dola para jush që të kërkoj besimin tuaj për të ndaluar shkatrimin e Tetovës. Ishte treni i fundit i shpëtimit përpara se qyteti ynë të zhytej në kaos të pakthyeshëm. Ju gjykuat drejt dhe u përgjigjet thirrje son. Na i dhat besimin edhe na ngarkuat me përgjegjësi që ta nxjerrim Tetovën nga errësira në dritë, nga kaosi në normalitet institucional, nga borxhi drejt zhvillimit dhe nga shëmtia në rend dhe pastërti. Sot dal ballhapur dhe krenar para jush, duke ditur mirë se në këto 4 vite kam dhënë gjithçka nga vetja që Tetovën ta bëjmë më të mirë. Fal Zotit dhe fal punës së ekipit të mrekullueshëm të bashkëpunëtorëve që kam pranë vetes, Tetova sot është shumë më e mirë se sa ishte 4 vjet më parë. Për këtë dëshmojnë qindra projekte të përfunduara me sukses që ndëruan pamjen qytetit tonë. Nuk ka lagje në Tetovë e rrethin ku nuk kemi zgjidhur të paktën një problem apo një nevojë të qytetarëve tanë. E gjithë kjo punë dhe projektet realizuara me sukses edhe në të njëjtën kohë kemi arritur të shlojmë borxhin prej 9 milion euro. Të nderuar, mandati i parë ishte mandati i ndërhyrjeve emergjente, i zgjidhjeve të problemeve elementare dhe i rregullimit të infrastrukturës bazë. Ne jemi gati që Tetovën ta çojmë në një nivel tjetër me kapitullin e dytë të zhvillimit, sepse Tetova nuk guxon të kthehet në epokën e anarkisë, kaosit, keq menaxhimit dhe korrupsionit. Tetova duhet të vazhdojë të zhvillohet edhe më hovshëm. Prandaj kam kënaqësinë t'ua prezantoj planin e detajuar me projekte dhe masa konkrete për vazhdimin e këtij zhvillimi. Pas shumë konsultimesh me bashkëpunëtor, ekspert, qytetar, afarist, organizata jo qeveritare, të rinj e të reja, hartuam programin për mandatin e dytë, në të cilin ne çojmë Tetovën drejt standardeve të përhershme në vend të zgjidhjeve të përkohshme. Kjo nuk është thjesht një platformë parazgjedhore, por një dokument i bazuar në strategjitë e përpiluara nga ekspertë dhe institucione relevante. Tetova do të jetë komunë e hapur dhe transparente, me komunikim të rregullt me gazetar, platformë online për ankesa dhe ide, si dhe raporte pune 6 mujore për çdo sektor të komunës. Qytetari aplikon online, merr përgjigje paradh dhe ndjek statusin e kërkesës me numër reference dhe afat përgjigje. Këshillat e prindërve, bashkitë lokale dhe unioni i tyre do të kenë rol aktiv në vendimmarrje në komunën tonë. Ndërmarrjet publike do zhvillohen edhe më tej, ndërsa shërbimet e tyre do t'i profesionalizojmë dhe digitalizojmë. Prioritet gjatë këtij mandati, ujë 24/7 në gjithë komunën, kanalizim modern, mbulim i çdo vendbanimi me ndriçim publik, mirëmbajtje rrugësh, menaxhim efikas i mbetjeve komunale, transport publik funksional dhe strategji parkimi që do të ulë trafiku në qendër, si do të zgjidh problemin me parkingun në gjithë qytetin. Për ujin parashikojmë instalim dhe modernizim të infrastrukturës së ujmatësve digital, rrjete primare dhe sekondare të rinovuara, sigurimin e sësive shtesë të ujit, si dhe rezervuar sedimentues për pastrimin e ujit që vjen nga burimet e leshnisës. Kolektori i ujrave të zeza, si dhe impiant filtr stacion për pastrimin e ujrave të zeza, si dhe kolektor për ujrat atmosferike në pikat dalëse të qytetit për të shmangur përmbytjet dhe bllokimin e nënkalimeve. Transporti publik ngrihet në standarde evropiane, stacioni i ri autobusësh, korsitë dedikuara për transport publik, flotë e re me autobus e minibus elektrik dhe në stacione ekologjike, duke mbuluar linjat urbane, linjat me fshatret e malësisë. Dhe lajmi më i mirë për qytetarët, transport publik falas. Menaxhimin e mbetjeve do ta profesionalizojmë edhe më tej, me impiant trajtimi, infrastrukturë të re grumbullimi, pika për mbetje inerte, siguri për punonjësit dhe edukim për qytetarët. Parkimi organizohet me park and ride në hyrje, garazhe me kate e zgjerim kapacitetesh në blloqet e planifikuara,
të gjithë të menaxhuara përmes një aplikacioni digital. Mandati i dytë do të jetë mandat i zhvillimit të hovshëm edhe për arsimin, si përmbajtësisht, ashtu edhe në aspektin infrastrukturor. Zbatojmë arsimin gjithditor dhe investojmë në kushte moderne në çdo nivel. Projekte kapitale për shkollat fillore të mesme dhe çerdhet. Laborator STEM, teknologji në klasa, edukim jo formal dhe përkrajje të nxënësve ekselent dhe atyre në nevojë. Rrisim përfshirjen në vendimarrje, luftojmë politizimin, përforcojmë zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe sigurojmë qasje të barabartë për fëmijët me aftësi të kufizuara e komunitetet minoritare. Për ta bërë barën e shkollimit më të lehtë për familjet tona, do të subvencionojmë me nga 100 euro çdo familje që regjistrohet çdo fëmijë që regjistrohet në klasë të parë. Kapitulli 2 do të jetë edhe kapitulli i transformimit urban dhe infrastrukturor të Tetovës. Tetova bëhet qytet kompakt, i lidhur dhe i gjelbër. Miratojmë planin general urbanistik 2025-2035. Paket planesh detale urbanistike nga qendra deri tek stadiumi dhe përgjatë bulevardit Iliria e Ilinden, plane për kodën e diellit, bllokun urban 57, qendra sportive dhe qendra tregtare. Përshpejtojmë procedurat për dhënien e lejeve, ndërtojmë sheshin dhe me parking në toksor, përfundojmë bulevardin kryesor, lidhjet rrugore me fshatrat dhe nënkalimet për këmbësor. Teleferiku, Tetov, kodra e diellit bëhet realitet në bashkëpunim me qeverinë. Mjedisi jetësor do të jetë gjithashtu në qendër të fokusit tonë. Sektor komunal i dedikuar për mjedisin, monitorim modern i ajrit, ujit dhe tokës, rregullim i shtratit të lumit të Reqicës së vogël dhe Reqicës së madhe dhe porojit, sanksione për ndosit dhe raporte mujore publike, zgjerimi hapësirave të gjelbërta, krijimi katastrës së gjelbërt, mbjelljen e 5.000 fidaneve të reja, efikasitet energjetik në objekte publike dhe infrastrukturë e gjelbër. Tetovën do ta kthejmë edhe në hartën e turizmit global. Me vizion të qartë për zhvillimin ekonomik të komunës sonë, do të sigurojmë investitor strategjik për kodën e diellit, që zhvahiri ynë turistik të arrijë potencialin maksimal. Me infrastrukturë turistike gjithvjetore, Tetova do të pozicionohet si destinacion kryesor në rajon. Do të mbështesim agroturizmin dhe promovojmë traditën kulinare lokale. Krijojmë udhëzues investimesh, regjistër digital të bizneseve dhe infoqendër për bizneset për ta lidhur komunën me ndërmarrësit, diasporën dhe investimet në energji të rinovueshme, bujqësi moderne e teknologjike. Fshatrat e Malësisë, Bozovës dhe Veshall i shpallin zona me interes strategjik për zhvillimin socioekonomik, kulturor e turistik. Komuna do të përkujdeset edhe për pjesën më të ndjeshme të shoqërisë sonë. Me plan social që përfshin 100 banesa sociale, qendra për të moshuarit dhe shërbime ndihmë dhe kujdes në shtëpi. Thellohet mbështetja për familjet e reja, për personat me aftësi të kufizuara, si dhe për gratë e fëmijët e viktimave të dhunës. Ringjalljen kulturore të Tetovës, që e filluam në mandatin e parë, do ta zgjerojmë e thellojmë me festivale, qendra kulture, bibliotekë moderne dhe programe të gjëra aktivitetesh. Ruajmë trashëgimin materiale shpirtërore, ndërtojmë sahat kullën dhe restaurojmë objekte historike. Tetova identifikohet me rini, prandaj i kushtojmë rëndësi të veçantë ardhmërisë sonë. Hapësira kulturore dhe programe për të rinj, pushime praktike, punësim praktik me bizneset, integrim ndëretnik dhe aktivitete kundër gjuhës së urrejtjes. Në sport, përfundojmë stadiumin e qytetit, hapim terena atletike, vëm funksion sallat ekzistuese, mbështesim ligën shkollore të sportit dhe ndërtojmë parqe e fusha në lagje. Qendra rinore institucionalizohet si hapësirë moderne për nevojat e brezit të ri.
Në pjesën e sigurisë publike, forcojmë njësinë e zjarfikësve, me në stacione rajonale, objekt të ri, pajisje moderne, automjete të reja dhe rritje pagash deri 50% deri në fund të mandatit. Dyfishojmë hidrantët në gjithë qytetin, sidomos në zonën e Malësisë. Për të gjithë këto projekte kemi plan konkret, vizion të qartë dhe konstrukt financiar. Ato nuk janë premtime elektorale, por program pune që buron nga analiza të thella e të detajuara që i kemi bërë gjatë këtyre 4 viteve, të materializuara në dokumente strategjike të cilat ne i kemi veç më prezent. Pra, gjithë ky program bazohet në fillimisht masterplani për ujësjelsin e qytetit e Tetovës, që është për vitin 2024-2027. Tani më Tetova investon në përmirësimin e rrjetit të ujësjelsit dhe furnizimin me ujë bazuar në një dokument strategjik të përpiluar nga Fakulteti Ndërtimtarisë në Shkup. Po ashtu, sa i përket zhvillimit të arsimit dhe konceptin e mësimit gjithditor dhe në njëndrim, kemi strategjinë e arsimit për vitin 2025-2030, që po ashtu, pra gjitha investimet në drejtim të rritjes së cilësisë në arsim, do të realizohen bazuar në një strategji të përpiluar nga ekspertët më të mirë që i kemi të lëmis. Zhvillimin ekonomik lokal që i japim një rëndësi të veçantë, do të realizojmë bazuar në planin strategjik për zhvillim ekonomik lokal të komunës Tetovës 2023-2027. Sa i përket planit social që po ashtu është një element i rëndësishëm, pra programi jonë që përfshin pjesën sociale, do të mbështetet në planin social të komunës tonë, të përpiluar po ashtu nga ekspert për vitin 2024-2027. Kemi edhe përpiluar edhe strategjinë për zhvillim të volunterizmit në komunën e Tetovës 2024-2027, që kryesisht ka të bëjë me rinin dhe përfshirjen e tyre në aktivitete komunale apo aktivitete shoqërore. Dhe po ashtu, pra ajo që është një ndër pikat më të rëndësishme, turizmi, kemi përpiluar strategji për zhvillimin e turizmit 2025-2029, ku parashin gjitha projektet dhe punët që do t'i realizojmë në këtë mandat 4 vjeçar për të pasur një turizëm ku, siç e potencuam, pretendojmë Tetovën ta rikthejmë apo në fakt ta fusim, sepse gjatë kohë nuk ka qenë aty, ta fusim në hartën e globale të turizmit.